Eksakt, unë e di çfarë bëj kur çfarë bëja kur më marronte kokaina? Çfarë? Një javë rresht 24 orë përpara rrjeteve sociale. E më jepte të njëjtin efekt, betohem. Seriozisht? Të betohem. Edhe juve që lini fëmijët tu, biu. Literalisht po jepni kokainë digjitale, po jepni literalisht, më nuk po literalisht, e njëjta sasi dopamine tek një fëmijë 3 vjeçar, po them. Po i kaloni kokainë përmes valve të celularit thjesht do fëmia juaj të luaj. Po merrni me fëmijët tuaj, se do bëhen jo autik, po nuk e di se çfarë termi tjetër do shpiket, do krijojnë qenie të reja. Nuk do ketë robotë, do ketë qenie subhumane. Keq më vjen ta them. Po s'do sillen si njerëz. Transhumanët thotë transhuman, po do duan çip që të funksionojnë prapë. Transhumanët thotë miku im me të vim priti. Po transhuman do kot bëhet, e si mund bëhesh transhuman kur humani me kmenj me i cop gjë shkatrohet, më fal. Ta po shkojnë vetë për mikrochip janë në tru. Kujdes, fëmijët me ato tableta me celular, ju a thon dhe logopedët. Kam një shoqen time logopede. E la punën e shkreta mos e po i thoshte, unë bëj një orë e gjys terapi në ditë për logopedim, për fëmijët që mezi flasin. Ti ja kthen komplet mbrapa gjithë ato gjë, pse sepse prindë rrin telefon vetë dhe ja lë. Po e bëri atë një orë, lëre më një javë, rrini bashk flisni që ta zgjeroj atë gjë. Po pse ka humbur? Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone Mountain Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.